A është Shqipëria në rrezik nga prania e rreth 3.000 iranianëve në Manz? Prej disa vitesh, Shqipëria është bërë një nga vendet që ka pranuar të strehojë anëtar të opozitës iraniane, të njohur si People's Mojahedin Organization of Iran, EKA, të cilët jetojnë në kampin e quajtur Çam Pashraf 3. Ky vendim, i marrë në koordinim me partnerët perëndimor dhe kryesisht me mbështetjen e SHRB, ka krijuar debate të forta në opinionin publik shqiptar. A është Shqipëria më e ekspozuar ndaj rreziksheve të sigurisë? Origjina e vendimit për strehimin e opozitës iraniane pas viteve 2013-2016. Shqipëria pranoi disa mira anëtar të EKA që më parë ndodheshin në kampe në Irak. Transferimi i tyre u bë për arsye humanitare dhe sigurie, pasi situata e tyre në Irak ishte bërë e rrezikshme. Kampi në Manz është sot një strukturë e organizuar ku jetojnë pjesëtarët e kësaj organizate opozitare ndaj regjimit të Ali Khamenei. Për Iranin, EKA konsiderohet një organizatë armiqësore që kërkon rrëzimin e regjimit në Teheran. Kjo situatë ka vendosur Shqipërinë në një pozicion të pazakontë gjeopolitik. Një vend i vogël i NATO-s që strehon një grup opozitar të një prej regjimeve më të fuqishme në lindjen e mesme. A ekziston realisht një rrezik sigurie? Nga këndvështrimi i analizës së sigurisë, ekzistojnë dy dimensione kryesore të rrezikut. 1. Rreziku diplomatik dhe kibernetik. Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Iranit janë përkeqësuar ndjeshëm në vitet e fundit. Pas sulmeve kibernetike ndaj institucioneve shqiptare në vitin 2022, Tirana vendosi të ndërpresë marrëdhëniet diplomatike me Iran. Shumë ekspertë të sigurisë e lidhin këtë përplasje pikërisht me praninë e opozitës iraniane në territorin shqiptar. Rreziku i mundshëm i incidenteve të sigurisë. Në teorinë e sigurisë ndërkombëtare, kur një shtet strehon opozitën e një regjimi tjetër, rritet mundësia e incidenteve të inteligjencës, sabotazhit apo presionit diplomatik. Megjithatë, deri tani nuk ka prova për një kërcënim të drejtpërdrejtë ushtarak ndaj Shqipërisë. Shqipëria është një vend anëtar i NATO dhe çdo kërcënim serioz ndaj territorit të saj do të kishte implikime ndërkombëtare shumë më të mëdha. A është Shqipëria objektiv i një sulmi? Në analizat strategjike, Shqipëria nuk konsiderohet objektiv i drejtpërdrejtë ushtarak për Iranin. Një veprim i tillë do të ishte një përshkallëzim ekstrem dhe praktikisht i pamundur në realitetin aktual gjeopolitik. Rreziqet më reale mbeten në fusha të tjera. Sulme kibernetike ndaj institucioneve, fushata propagande dhe dezinformimi, presion diplomatik dhe tensione politike. Këto janë metoda shumë më të zakonshme në konfliktet moderne. Çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë? Prania e opozitës iraniane në Manz ka vendosur Shqipërinë në një pozicion të veçantë në skenën ndërkombëtare. Nga njëra anë, vendi parashitet si partner i besueshëm i aleatëve perëndimor. Nga ana tjetër, kjo situatë ekspozon vendin ndaj tensioneve me regjimin iranian. Megjithatë, është e rëndësishme të bëhet dallimi mes rrezikut real dhe perceptimit të rrezikut. Në nivel praktik, kërcënimi më i madh për Shqipërinë nuk është një konflikt ushtarak, por presioni në hapësirën kibernetike dhe diplomatike. Shqipëria nuk është në prag të një rreziku ushtarak për shkak të pranisë së rreth 3.000 iranianëve në Manz. Por vendimi për t'i strehuar ata ka futur vendin në një lojë më të gjerë gjeopolitike. Në një botë ku konfliktet zhvillohen gjithnjë më shumë përmes teknologjisë, propagandës dhe luftës së informacionit, sfida kryesore për Shqipërinë mbetet forcimi i sigurisë kibernetike dhe ruajtja e stabilitetit institucional. Debati publik për këtë çështje duhet të zhvillohet me analiza të ftohta dhe fakte, jo vetëm me frikë apo spekulime.